Përshëndetje nga unë, ndodhem në Shëngjërit e Tiranës dhe pikërisht tek Vila Disha, agroturizëm Vila Disha, vetëm 35 kilometra nga kryeqyteti. Jam me Besin. Besi, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Sa kohë ka që është hapur Vila Disha? Vila Disha ka 7 vite që është hapur. Çfarë boni ose për çfarë është veçantë pra ky agroturizëm? Vila Disha është veçantë për historinë që ka, si kullë vjetër e Shëngjergjit, kjo shtëpi që sot është hotel dhe pret njerëz nga gjithë bota, dhe për ushqimin tradicional dhe të freskët që ne bëjmë në restorantet tonë. Dhe gatimet më tradicionale që edhe klientët i pëlqejnë kush janë? Ne kryesisht kemi mbajtur ato që pëlqejnë më shumë nga të gjithë, kështu që çdo gatimi joni është gjithmonë i pëlqyer. Por që më i veçantë është ajo kima që bëjmë ne këto të brëndshmet e keqit ose të qingjit, ose fërgesa me vezë që është një tipike shëngjegjazi. Pastaj do zgjidhje dhe bukë në misin me shollirë që është pjata më e kërkuar. Dhe këto është 100% bio, çdo gjë. Sigurisht që po. Nuk po flasim për mishra tani, sepse ato dihet që ne kemi mish qëngjin, bidon, kec në hell, në bidon, në saç apo edhe në furr. Pastaj gjithë gjërat tjera i kemi gjithmonë në fshati, domethënë pa dalë. Dhe klientët që vinë këtu janë klientë nga Shqipëria, por edhe turistë ndoshta nga jashtë vendit. Jo, nuk janë vetëm nga Shqipëria, janë shqiptarë dhe jo vetëm. Kemi nga gjithë Europa dhe nga Shtetet e Bashkuara kryesisht tashmë vinë shumë shpesh të na vizitojnë. Dhe ju keni edhe dhoma hoteli, ka njerëz që qëndrojnë disa ditë këtu? Ka, patjetër që po. Ka njerëz që rrinë vetëm një ditë, por ka edhe nga ata që duan të eksplorojnë, bëjnë hiking apo të shkojnë të lajnë nëpër liçene të rrotull apo thjesht shikojnë lumin e Erzen dhe që të kalojnë të paktën një javë apo 10 ditë me neve. Atëherë ju sugjeroj që të vini ta vizitonin agroturizëm Vila Disha, që është shumë pranë Tiranës dhe ka një mikpritje fantastike dhe një ushqim 100% bio dhe një natyrë të mrekullueshme mes maleve gjelbërimit. Dështoja dhe diçka se të kesh një agroturizëm është pikërisht kjo ideja që të kesh një agroturizëm që mikpritja dhe impakti kryesor që do të bëhet nga ne te klienti duhet të jetë si në shtëpinë e tij. Dhe ju mirpresim të gjithë dhe si në shtëpinë tuaj. Dhe në fakt Shëngjergji, banorët e Shëngjergjit historikisht e kanë treguar mikpritin e tyre dhe vazhdon të jetë traditë e kësaj zone mikpritja e mirë edhe e mysafirëve. Mund ta vizitoni kur të doni. Faleminderit.